Kryebashkiaku i shkarkuar i Tiranës Erion Veliaj do të lërë ditën e sotme për pakur qelinë e paraburgimit në Durrës. Ai do të marrë pjesë në seancën publike në gjykatën kushtetuese, ku do të shortohet ankimimi i tij kundër vendimit të qeverisë për shkarkimin nga detyra si kryebashkiak i Tiranës, dhe seanca është parashikuar të nisë në orën 10 me relatore Sonila Bejtian. Gjykata kushtetuese njoftoi më herët praninë e Veliajt në seancë, pasi kishte shprehur vullnetin e tij. Për këtë arsye, gjykata kërkoi nga drejtoria e burgjeve marrjen e masave për shoqërimin e tij nga paraburgimi i Durrësit, ku ndodhej prej muajit shkurt, si edhe Spakun. Më 25 shtator, Këshilli i Ministrave e shkarkoi Veliajin me 50 vota pro pas propozimit të Këshillit Bashkiak, duke u mbështetur në nenin 62.c të ligjit për qeverisjen vendore, me argumentin se nuk është paraqitur prej 3 muajsh në detyrë. Më 1 tetor, presidenti i Bajram Begaj dekretoi zgjedhje të pjesshme edhe për Tiranën, por edhe këtë ankimoi në kushtetuese. Dekreti u pezullua me vendim të ndërmjetëm nga gjykata deri në shprehjen përfundimtare për shkarkimin e Veliajt. Në argumentin e tij, Veliaj pretendon se qeveria ka vepruar jashtë kompetencave, pasi sipas kushtetutës, një kryebashkiak mund të shkarkohet vetëm në rast të shkeljeve të rënda të ligjit ose të kushtetues dhe vetëm pas një vendimi gjyqësor të formës së prerë. Ai thekson se mungesa e tij në zyrë është pasojë e mundësisë objektive pasi ndodhet në paraburgim. Në krahun tjetër, qeveria mbron qëndrimin se vendimi për shkarkim është marrë në bazë të ligjit për qeverisjen vendore, duke e bërë gjykatën administrative dhe jo atë kushtetuese organin kompetent për këtë çështje. Në seancë pritet që Veliaj të mbështetet edhe në një opinion të Komisionit të Venecias, ku theksohet se largimi i një të zgjedhur i vendor nga detyra duhet të konsiderohet një masë ekstreme, pasi prek autonominë vendore dhe të drejtat themelore politike. Komisioni paralajmëron gjithashtu se paraburgimi i gjatë i një zyrtari të zgjedhur mund të kufizojë të drejtat e tij për pjesëmarrje në jetën publike, të mbrojtura nga Konventa Europiane për të drejtat e njerëzit. Erion Veliaj ndodhet në arrest që prej 10 shkurtit në hetim për 5 akuza të ndryshme, mes tyre korrupsion, shpërdorim detyre, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Edhe bashkëshortja e tij Ajola Xoza është përfshirë në të njëjtën dosje hetimore, ku dyshohet për korrupsion në 9 raste të ndryshme.